Koleg deputet, ju njoftoj se në mbështetje të nenit 31.2 të rregullores së kuvendit nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste zoti Ruçi, është paraqitur një kërkesë për ndryshim në rendin e ditës. Është propozuar të futet për shqyrtim në seancën e sotme plenare projekt ligji për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emrohen ose ushtrojnë funksione publike. Projekt ligji i cili ka përfunduar miratimin me konsensus në komision e posaçëm parlamentar për zbatimin e problematikës në rezolutën për marrëveshjen midis majorancës qeverisë dhe opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. U deshën plot 11 muaj nga miratimi i rezolutës për dekriminalizimin 24 dhjetorin e kaluar që majoranca e opozita të dakordsoheshin e të çonin një produkt ligjor në parlament, i cili do të ndalojë përfshirjen e personave të inkriminuar në funksione publike. Ky finalizim i një kauze që prodhoi debat, por edhe zhvillime të forta me largime e arrestime deputetësh, përbën zhvillimin më të rëndësishëm të javës politike që lan pas. Projekt ligji u vu si pikë e parë në rendin e ditës për të debatuar të njëjtën e 26 nëntorit, teksa miratimi do të bëhet në një moment të dytë, sapo të përmbyllen edhe ndryshimet kushtetuese që do të mundsojnë zbatimin e tij. Kjo ishte një fitore e rëndësishme politike për Partinë Demokratike, që e inicioi si kauzë me një bojkot 6 mujor parlamentar e lobim të fortë ndërkombëtar. Një sukses që merr vlerë për shkak të numrit të vogël të mandateve që demokratët kanë në parlament. Por edhe që ngre një pyetje të rëndësishme. A i rrit vallë kjo fitore në parlament autoritetin e Lulzim Bashës në Partinë Demokratike? Në javët e fundit, kur po ngjizej dakordësimi majorancë opozit, herë me komungulje e herë me lëshime, në publik nuk u vure shumë një mos koordinim i lehtë me grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Dy pikat kryesore ku ndaheshin majoranca e opozita ishte kërkesa e demokratëve për testin e drogës dhe shenjat e gishtërinjve. Nëse kundërshtit për testin e drogës nuk thuheshin publikisht, ato për shenjat e gishtërinjve i artikulonte vetë kryeministri. Na erdhën ca pashavure që ku thuhej që kush donte të kandidonte duhet shkonte dhe të linte gishtat ke lefteria dhe të bënin këta do bënin kontroll gishtash, sigur KQZ-ja të ishte nuk e di se çfarë agjencie, ca pashavure. Ne nuk mund do të shkonim pas atyre pashavureve. Sinjalet e zbutjes erdhën në muajin tetor, kur socialistët pranuan shenjat e gishtërinjve si mënyrë verifikimi e identitetit të kandidatëve për funksionet publike. Majoranca është tërhequr nga çështja e shenjave të gishtave, sepse dhe propozimi që bënim neve që në fillim ishte një propozim jo vetëm principial, por i vetmi mënyrë zgjidhje për të identifikuar personat të cilët kanë kryer krime, kanë ndruar emër, dhe më pas synojnë që të bëhen deputet. Shembujt i kishim dhe i kemi sot e kësaj dite në parlament apo dhe në pushtet vendor. Lëshimi i parë i demokratëve erdhi me korrigjimin e termit dekriminalizim, si në përdorimin verbal, ashtu edhe në projekt ligj. Sapo përfunduam këtë mbledhje të komisionit, në cilin shqyrtuam paketën e amendamenteve kushtetuese, shqyrtim në parim të paketës amendamenteve kushtetuese të nevojshme për implementimin e plot të ligjit për trajtimin e të gjitha atyre personat të cilët kanë në CV-n e tyre një vepër penale. Pas miratimit në komisionin e posaçëm, projekt ligji hyri në parlament me emërtimin e ri për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emrohen ose ushtrojnë funksione publike. Në 16 nenet e tij, projekt ligji parashikon ndalimin për të kandiduar e emëruar në një funksion publik për personat e inkriminuar, periudhën e këtij ndalimi, si dhe vetë deklarimin si garanci për integritet të individit që aspiron një funksion publik. Por një pikë tjetër, të cilët socialistët nuk e pranuan as për diskutim, ishte testi i drogës. Pasi majoranca pranoi kërkesën e opozitës për të bërë pjesë të draftit dhe shenjat e gishtërinjve, të djathtët duket se kanë hequr dorë nga testi i drogës. Sipas ministres, fakti që demokratët nuk po ngulin me këmbë për këtë pikë gjatë prononcimeve publike tregon tërheqjen e tyre.
pyeteni Partinë Demokratike nëse ka hequr dorë. Po ju thatë që nuk ka më çështje që ju ndaj. Që të prononcohet që kam ngul në këtë pikë, sepse edhe Partia Demokratike vetë duhet të jetë i qartë që ajo përveç se e bën dhe ligjin që sharak, në fakt e bën dhe të pamundur zbatimin e atij ligji. Është e qartë se me këtë kërkesë, opozita shënjestronte direkt kryeministrin e vendit. Kërkesën e saj e bazonte në një deklaratë publike të para 5 viteve të Dritan Priftit, në atë kohë deputeti LSI. Dhe po ju them që me sytë e mi, në vitin 2002 dhe në vitin 2005, e kam parë me pluhur të bardhë në tavolinë e punës tim bashki. Gjatë cilën që në vitin 2002 dhe në vitin 2005, ja kam thënë liderëve të Partisë Socialiste të asaj kohe. Dhe kam njerëz që ja kam dëshmuar që në atë kohë, dhe po them, nuk kam nevojë për dëshmitar, po me sytë e mi e kam parë këtë në zyrën e bashkisë të Edi Ramës. Ajo deklaratë nuk është përgënjeshtruar dhe Partia Demokratike e përdor vazhdimisht si armë politike. Por socialistët nuk lëshuan pe dhe neni kundër përdorimit të substancave narkotike nga funksionaret e lartë nuk u përfshi fare në projekt ligj. Të kishte qenë vallë ky nen kushti i socialistëve për të dhënë miratimin e tyre për projekt ligjin, dhe 2 përfaqësuesit kryesorë të komisionit të posaçëm parlamentar u shfaqën të qeshur para mediave mbrëmjen e të hënës. Në fakt, arritja e marrëveshjes për këtë projekt ligj ishte paralajmëruar më herët. Testi i drogës si pika që i ndante palët do t'i lihej seancës në kuvend. Kundra abstenim nuk ka dhe nuk kishte asnjë shans që të miratonim nenin Qesharak të atij testit drogës. E madje edhe Lulzim Basha nuk e kishte parë testin e drogës si pengesë për ligjin në tërësi. Testin e drogës Partia Demokratike nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë tërheqje, por kjo nuk pengon as pak ligjin të shkojnë në parlament dhe të votohet me gjithë dispozitat e tjera të rëna tashmë dakord. Por socialistët nuk u tërhoqën dhe ai neni posaçëm nuk u reflektua në asnjë prej pikave të projekt ligjit. Por ishte ish kryeministri Berisha, më i stërvitur me betejat politike, e sidomos me efektin e tyre publik, ai që në llogarinë e tij në Facebook bëri një postim të posaçëm, duke denoncuar kryeministrin si përdorues narkotikësh dhe duke kërkuar që testi të përfshihej në ligj. Ju bëj thirrje të gjithë deputetëve të parlamentit që besojnë se një person i droguar në detyrën e kryeministrit përbën një rrezik kombëtar, të bashkojnë votat për të imponuar me ligj pa asnjë tendencë politike testin e drogës për politikanë, zyrtarët e lartë, qeveritarët e Shqipërisë. Ky qëndrim i Berishës, 2 ditë para seancës plenare, bëri që Partia Demokratike të rifreskonte kërkesën e saj për testin e drogës. E me që nuk ndërhynte dot tek projekt ligji i dakordsuar, demokratët përgatitën një amendament të posaçëm shoqërues. Drafti konsensual pret miratimin parlament. Por po kështu, sot duhet të bëj thirrje të gjithë deputetëve, pa përjashtim, të japin miratimin e tyre edhe për testin e drogës. Amendamenti i Partisë Demokratike u depozitua një ditë para seancës plenare. Paraqitja e tij jashtë projekt ligjit i ul shanset për miratim. Por ish kryeministri Berisha e njeh shumë mirë efektin publik të këtij denoncimi ndaj pasardhësit të tij. Pse ju spranoni testin e drogës? Po në qofë se akuzojmë kote Edi Ramën, a i del fitimtar, mor. Mbi të gjithë. Del fitimtar ratë parë. Me detyron të këroj të falje publike. Pse s'del në një politikan tjetër që vjen këtu në parlament, edhe ullë kokën, i bje kokën, s'man do të kokën lartë dhe bje në gjumë nga droga, a e dini që rrotullimi syve është tipike e substancave narkotike. Shko shifni, pyesni mjek që keni ju aty. Moment kur narkoza bën efektin, është e njëjta gjë lëvizjeve të globeve të syrit. Shkoni shifeni. A do një thoni jo, po hajtë dhe në testin. Po pse refuzoni testin? Pse refuzoni testin? A nuk është ai që flet në eufori dhe në halucinacione këtu mas nesh? Që shpall disfatat sukseset mëdha? Dhe herë tjetër bie në depresion të thellë, ngren kokën edhe bëhet Qesharak me foto që qarkullojnë gjithë botën? Jam unë? Unë e them këte. Jo, unë e them këte. Po a i bërë mirë të bëj testin. Testin e drogës. Edhe të tjerë ka këtu që përdojnë drogën. Edhe të tjerë ka. Po a i së mbron ata. A i mbron vetë e ti.
Sa për këte, e kishtë 10 herë me batesën këti, jam të apë. Se kur sot e këte jo, pa a i bronë vetë në vetë, a i bronë vetë në vetë me drogën. Pra i, bëhemi serios. Hajde, ja umban, dini test në drogës në... E si do da votoj unë ligjin pa test në drogës, më thojti mua, si mund votoj unë, ku në nërgjegjësime? Unë e përshdes, por pa test në drogës e konsideroj absolutisht të gjymëtur. A e kuptoni ju shdo të thotë kryeministër përdorës droge? Nga ana tjetër, paraqitja më vete amendamentit për testin e drogës e mbron projekt ligjin e iniciuar nga demokratët e për të cilin palët kanë rënë më në fund dakord. Në radhë parë ka fituar imazhi politik i Shqipërisë në sytë e miqve dhe partnerëve tanë ndërkombëtar, ka fituar imazhi politik i shtetit në sytë e vetë shqiptarëve, ka fituar integriteti dhe besueshmëria e institucioneve publike në sytë e publikut, dhe sfundi kemi fituar të gjithë ne si klasë politike. Produkti i sjell dhe i paraqitur për diskutim edhe në këtë seancë, mendoj se duhet vlerësuar si një punë e paqme, me nivel, me rëndësi jo vetëm politike, por dhe profesionale për të ardhmen e vendit. Jemi konsideruar njerëz kriminal, njerëz të lidhur me botën e krimit, të kapur nga krimi dhe influencat e grupeve kriminale. Në fakt ka qenë një akuzë shumë e rëndë që i bëhet një pjesë të mirë të këtij kuvendi për shkak se individ të veçantë kanë depërtuar në kuvend apo dhe në administratën publike. Dhe besoj se të gjithë e kemi të qartë se nuk jemi të gjithë të inkriminuar, nuk jemi të gjithë nën influencën e grupeve kriminale. Megjithatë, u desh plot një vit për të bërë një nismë e cila gjeti konsensus të gjithë forcave politike. Padyshim që për opozitën, kjo ishte një fitore që i tejkaloi numrat e saj në kuvend. Duhet ta themi që keni pranuar pothuaj gjithçka nga ajo që u propozua që në fillim, dhe kjo është provë që ajo që ne propozuam ishte e drejtë. Po, fakti që keni pranuar këtë nuk ka pse ta ndjeni keq, nuk është humilim për juve, fundit është diçka pozitive. Paktën për një pjesë tuaj, është pozitive sepse përfundimisht ju rreshton në krahun e dur të kësaj çështje të rëndësishme. Opozita korë sot në mënyrë të pa diskutueshme një fitore, pas një lufte dhe betejë një vjeçare, në të vështirën. Betejë me krimin është betejë me djallin. Është betejë me djallin. Është betejë me djajt. Po është betejë që opozita ta bëjë. Dhe kjo është vetëm hapi i parë. Dhe i garantojnë këta se kjo është hapi i parë. Nuk është domethënia e madhe e tij me artikuj që prek. Domethënia e madhe e tij është me rezonimin që ka në mbar botën, në Shqipëri dhe në mbar botën. Kjo është domethënia më e madhe e këtij ligji. Dhe kjo u djeg shumë këtyre. Ish kryeministri e di fort mirë se ai sensibilizim ndërkombëtar për modelin e mazhorancës që ka përballë do t'i shërbejë edhe në të ardhmen demokratëve. Një socialist si Ben Blushi shkoi edhe më tej, duke u njohur të huajve meritën për këtë produkt ligjor. Për fat keq jemi sot parlamenti më i shumtuar në Evropë, i cili merr përsipër vetë të pranojë se këtu ka kriminal, dhe nëse nuk do ishte për presionin ndërkombëtar, ndoshta ky ligj nuk do miratoj as sot dhe as mot. Duhet pranuar se ky debat ishte momenti që deputetët me eksperiencë të dy krave të mund të reflektonin përballë vendimeve të kryetarëve të tyre. E dy prej tyre e bën këtë. Ben Blushi bëri përgjegjës kryetarin Edi Rama, që vuri në lista këta njerëz të inkriminuar. Sepse njerëzit me të shkruar kriminale nuk erdhën këtu me votat e tyre. Ata ju imponuan me forcë partive tona. Dhe kjo dang që kemi marrë ne si parlament, nuk do të ndahet këtij kuvendi ndoshta për shumë dekada. Megjithatë është vendi për ta thënë fakt dhe nuk bën fare keq, se përgjegjësia sidoqoftë nuk është kolektive, por është vetëm dhe vetëm personale. Është atyre që i sollën të parlament,
që i zbukuruan, që i parfumosën, i korrektuan, i lyen me buskuq, i bën make-up politik, për të na detyruar ta pranojmë të shëmti si normë politike. Megjithatë, dëmi që është bërë këtij parlamenti shumë i vogël në fakt, se dëmi që është bërë shoqërisë shqiptare, edhe në fakt kjo është çështja. Problemi është se duke u bërë deputet, këshilltar, kryetar bashkish, funksionar publik, njerëz që kanë dorë fatet e dikujt e paguhen me taksa, këta njerëz u kthyen model për shoqërinë. Ti je i fortë, ti je i paprekshëm, ti je imunitet. Kjo është kthyer në modë në Shqipëri. Është kthyer një modë e cila rrezikon për hir të vërtetës na infektoj si shoqëri dhe më shumë se na infektojnë ne, të infektoj të rinjtë e Shqipërisë. Në të njëjtën linjë me Blushin, u shfaq edhe kolegja e tij nga opozita, Majlinda Bregu. Dekriminalizimi ishte vetëm një problem, pasojë e konsolidimit të bërit politik kryetarësh. Kryetari dhe partia sigurisht që kanë në dorë verifikimin e figurave politike që promovojnë. Dhe siç u vishën fitoret, po aq edhe përgjegjësitë duhet i mbajnë pa u tutur. Sidoqoftë në këtë iniciativë, ishin demokratët ata që arritën një sukses, i përmbushur jo për shkak të votave që ata nuk i kanë, por për shkak të lobimit të duhur si me aktorët e jashtëm, ashtu edhe me ata të brendshëm. E parlamenti ishte vendi i duhur për të maksimizuar këtë rezultat në një periudhë jo zgjedhore. Por edhe në këtë fitore, u vure se në grupin e tij parlamentar, roli i Lulzim Bashës nuk spikati. Mungesa e koordinimit u ndje edhe në iniciativën e fundit. Ndonjëse i rrallë mes të vetëve, ja sjell emrin në parlament. Ku Lulzim Basha fliste për kandidat me rekorde kriminale, Rama i përgjigjej se kishte dëshminë e penalitetit dhe se ishin ata të pastër si kristali. Basha i thoshte se ishin të kërkuar ndërkombëtarisht në të paktën 2 emra dhe gjurmët e gishtave i nxirën në dritë. Rama thoshte se shenjat e gishtave nuk doja merrte, se i prekte integritetin kandidatëve. Kur Basha i thoshte se vendet e Bashkimit Evropian i kishin dëbuar për trafik droge, Rama i bënte karshin nga shatrivanët se çunat në atë kohë kishin qenë të vegjël dhe se nga të dëbuar ishin kthyer në njerëz të nderuar. Dikush tjetër aludon, pa e përmendur me emër. Në fakt, ne kot themi se morfologjia e liderit një partie është vetëm çështje sistemi. Së pari është çështje personaliteti. Ka lider të cilët kanë nevojë vetëm për autoritet, ka lider të cilët dinë të shpërndajnë pushtet dhe t'japin urdhra, ka lider që s'din as t'japin urdhra, as t'marrin vendime. Antarët e tjerë të grupit, ata me eksperiencë shumë vjeçare, qëndrojnë pasiv, edhe kur bëhet fjalë për denoncime të forta. Është ish kryeministri ai që mban peshën. Të rralla janë replikat kur mbrohet linja e Partisë Demokratike, siç ndodhi të njëjtën e kaluar. Kjo seancë duhet na bëjë me turp nga pak të gjithë. Dhe mundësisht ta votonim këtë ligj kokulur dhe pa debat. Si një ndjenjë heshtur ndjese ndaj publikut, ndaj qytetarëve dhe ndaj votuesve, të cilëve pa drejtësisht çdo ditë i kemi treguar anën më të errët të bishtave të politikës. Si një ndjesë të heshtur edhe ndaj njëri tjetrit, sepse jemi sharë, përlyer, shpifur, vrarë në këtë sallë, duke i mohuar të rinjve dhe të rejave, burrave dhe grave, të drejtën të shohin fytyrat e njerëzve të ndershëm brenda kësaj salle, që nuk janë pak. Nëse politika ka moral, dhe sot kuptova që s'ka, ti sot s'duhet flisje fare këtu. Sepse atë ditë kur ndodhi seanca, kur një nga deputetët tuaj i gjuajti zotit Strazimiri, ti mburresh edhe thoshe me atë merruni. Me atë merruni, thoshe. Në qoftë se ka politika moral, ti sot nuk duhet dilje këtu dhe të krekoheshe për një ligj që kemi mbi një vit që deklarojmë që duam ta votojmë. Në qoftë se politika ka moral, ti duhet të dalësh këtu dhe të kthesh përgjigje ambasadorit Lup, se kriminalët lëvizin sot lirë. Ndërsa interpelancat parlamentare me ministrat a kryeministrat janë instrumenti që demokratët çuditërisht nuk e përdorin, edhe pse vijnë nga një eksperiencë 8 vjeçare në qeverisje. Debatet parlamentare të sejntes duket se bëhen vetëm për të fituar betejën e përjavshme në parlament. Janë vetëm denoncime publike, të përcjella kryesisht nga ish kryeministri, të atyre që konsiderohen si abuzime të ministrave, e që gjithnjë përfundojnë me akuza nga socialistët për mënyrën se si kanë qeverisur demokratët.
Përse vallë ky aksioni zbet i demokratëve që pavarësisht numrave dukshëm i dominojnë socialistët me vitet e eksperiencës së tyre qeverisëse? Zërave sporadik kundër mënyrës se si po bëhet opozita, u shtuar javën që lan pas deputeti Eduard Selami, ish kryetari i Partisë Demokratike. Nga studio e Zërit të Amerikës, Selami tha publikisht se problemi është Lulzim Basha. Megjithse ne kemi një nga qeverisjet më të këqija të këtyre 25 vjetë me kryeministrin aktual, me Ramën dhe me bashkëpunëtorin e tij Meta, unë mendoj përsëri fatkeqësisht nuk kemi arritur që të ngjallim shpresë. Opozita, leadershipi i sotëm i opozitës i Partisë Demokratike nuk ngjall shpresë. Megjithse kemi u premtuan vendet e punës, shqiptarët po ikin nga syt këmbët, me mira, me 10 mira. U premtua arsimi është më dobët se kurrë. Po kështu reforma në drejtësi. Të gjitha premtimet nuk janë mbajtur. U premtuan reforma të thella, nuk bëhet fjalë fare. Është një nga qeverisjet më të këqija, por fatkeqësisht ju keni drejt bashkoj me konstatimin tuaj që leadershipi aktual i Partisë Demokratike nuk ngjan shpresë dhe besim. Padyshim që ky deklarim i Eduard Selamit forcon zërat për distancën që ndihet mes Bashës dhe grupit të vet parlamentar. Qëndrimi i fortë i Selamit vjen kur vetë Basha ka nisur një tur denoncues në përrethe për të nxitur qytetarët të reagojnë. Fryma e mosbindjes civile po përhapet e po ngrihet si dallgë e fuqishme në mbar vendin, në formën e përballjes së përditshme të çdo shqiptari. Nuk ka më as kohë, as arsye për të mos u mbledhur e për t'i bërë me dije qeverisë veshur me krim, pa kënaqësinë popullore. Shpresat e ndokujt se kjo qeveri mund të korrigjohej kanë marrë fund. Lulzim Basha zgjodhi vahun e Dejës për të njoftuar një marshim proteste në 8 dhjetor, në ditën e 25 vjetorit të lëvizjes studentore. Nëse mendoni se koha kësaj qeverie ka mbaruar, se është koha për të hapur një kapitull të ri, se është koha për të bërë atë që bën çdo popull evropian, kur qeveria e braktis, e vjedh dhe e shkel me këmbë, atëherë ju ftoj me 8 dhjetor në marshimin e protestës në Tiranë për t'i filluar një përballje pa kthim për largimin e kësaj qeverie kusarësh, hajdutësh. A ishte ky një vendim i dakordsuar me kryesinë apo me grupin parlamentar? Kjo nuk është e qartë, por Lulzim Basha nuk mungon ta përsërisë. Thirrja jon për të bashkuar me 8 dhjetor në Tiranë për të nisur marshimin e madh të dëbimit të këtij regjimi është mirëpritur nga mbar qytetarët anë mban vendit. E kjo thirrje e kryetarit nuk po shumëfishohet të paktën nga figurat me eksperiencë në Partinë Demokratike. E disave prej tyre nuk u mungojnë idet. Ish kryetari i grupit parlamentar Astrid Patozi e ka gjetur në parlament vendin për t'i dhënë ide partisë së tij, ambase për t'u dëgjuar nga kryetari. Po ne duhet i bindim që sot shqiptarët se nuk do të qeverisim as një ditë si këta, që realisht do të ndryshojmë këtë kënet që sa vjen e bëhet më ndotur, ndoshta edhe me kontributin tonë për aq sa na takon me veprimet dhe mosveprimet tona. Dhe për këtë nuk ka nevojë të tundim historinë tonë të lavdishme, sepse ajo nuk mjafton. Ajo nuk sjell asgjë të re, edhe për faktin se për të i kemi marrë një herë si paletat, ashtu edhe ndëshkimin. Madje ne duhet të krijojmë që tani bindje njerëzve se nuk do të përsërisim kurrë si edhe gabimet tona të qeverisjes, se është jashtë do dyshimi që tilla kemi pasur plot. Por që të shkundër shqiptarin e neveritur nga përkeqësimi i çdo standardi në këtë vend, natyrisht që nuk mjaftojnë fjalët e bukura, sepse po t'ishte për to, ky kryeministër që ende kemi do të qëndronte gjithë jetën atë karrike, sepse atij për hir të vërtetës nuk i çalon gomarin nga gjuha. Mendoj se prej nesh priten akte dhe gjeste të forta dhe jam shumë i sigurt se suksesi do të jetë i shpejtë dhe se kjo betejë ja vlen. Mbi këtë situatë në Partinë Demokratike, javën e kaluar gazetari Blendi Fevziu ngriti pikpyetjen në një editorial. A ka kurajë Lulzim Basha të bëjë opozitë të vërtet? Duke ju referuar situatës në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, Fevziu vëren se pak deputet me eksperiencë angazhohen publikisht si opozitar. Ka dy përgjigje, ose kontestojnë leadershipin e Bashës, ose realisht nuk besojnë as tek opozitarizmi dhe as tek beteja ideologjike me PS-n. Pra thjesht janë kthyer në ca marifetçinë të politikës.
A ka kurajo Basha t'ju thot atyre që tallen me opozitën e tij dhe të shqiptarëve se ardhmja e tyre mbaron aty? Se opozita do t'jetë e ashpër dhe se grupi i Mehmetësve politik nuk mund të qëndrojë i heshtur në pritje të pushtetit të ardhshëm. Se opozitarizmi publik nuk kthehet në kapital politik për PD-n, sepse publiku e ndjen se shumë prej deputetëve të saj nuk besojnë ose nuk e kanë me zemër këtë gjë. Ndaj ai duhet të zgjedhë, të ndërtojë një grup që beson tek opozita dhe të ecë para, ose të vijojë një opozitë të gjatë për të cilën do të jetë përgjegjës vetëm ai. E dukshme është se Lulzim Basha ka një komunikim shumë të mirë me ndërkombëtarët. Lobimi me ta, brenda dhe jashtë vendit, po ja kthen aleat në aksionin opozitar, siç ishte fitoria me dekriminalizimin. Por ai mjafton vallë kjo Lulzim Bashës, edhe pse zërat kundër brenda partisë së tij po forcohen? Çdo kush ka mundësinë të shprehet dhe të jap kontributin e vet pozitiv dhe konstruktiv brenda Partisë Demokratike. Këtu është detyra ime, pjesa tjetër mund të jetë detyra juaja, e gazetarëve, e çdo kujt tjetër. Unë nuk mund të shpenzoj asnjë sekond dhe asnjë pikë energjie timen apo të Partisë Demokratike në një debat i cili nuk fokusohet tek e keqja e madhe në vend, që është korrupsioni, krimi i ngritur në sistem, hajdutëria masive dhe mizeria ekonomike që ka shkaktuar qeveria e Edi Ramës. Bie plotësisht dakord me vënien në diskutim të terminologjisë, mbasi do thosha që në vend të dekriminalizimit mund të bënim fjalë për de-edvinizimin e administratës. Dhe që fund fare t'ja i përgjigje atyre gjizolonjave, që janë rinjë tu ke balli partisë. E di kush është ndryshimi me gjizolonjës dhe dritës? Fëmijët e fshatrave, kur duan gjejnë derën e banjos, vënë gjizolonjë mballë. Po kjo nuk është dritë. Gjizolonja ndihmon të gjesh banjën, kurse drita ndihmon popujt të dalin nga errësira. E kjo është çështja. Plani dhe fakti janë gjithmonë të paralizuar në Shqipëri. Realizimi i planit është ëndra e një nate vere.